Hast du den Soundgenerator? Ja. Përshëndetje, mirë se erdhët në një tjetër video. Dhe sot është dita e parë që familja Belajt do shkoj në Borë. Jemi bërë gati, jemi veshur kështu pothuajse të gjithë kështu vesh dhe bardh. Nuk e di nëse do më shkoj të ripi bardh këtu. Të e provoj njerë. Ka marrë këto kufjet edhe dorashkat. Erzat shmulli davaj. Nuk jam e sigur për ripin, po do ta vendos rrugës. Dhe çuni ka këtë pallton këtu bashkë me kapelë. Kështu. Ikim dhe do të qiroj rrugës. Zemër dhe sa kemi? 20 minuta, okay. Po shikojmë që Borë ka edhe tani rrugës, ndërkohë që ne do ngjitemi akoma dhe më lart. Kështu që kemi shanse shumë të mira që të kemi shumë Borë. Do marrim slitë sot apo jo? Do marrim një slitë? Kemi një mundësi, do shoh. Okej, marrim një slitë i pim ke janin. Sapo, jemi shumë afër vendit ku do shkojmë, po shikojmë nga dritarja, a Sara? Fantastike, shumë bukur. Dhe çfarë do bëjmë? Do bëjmë foto. Pasi të kemi bërë foto, e kemi përfunduar misionin e udhëtimit. Se që djali. Shiko djali se shikon, nuk të nxjerr mami, ja, po ti e shikon telefonin. Edhe sa kemi, Stefan? Ja, ich bin ja falsch gefahren, ich muss umdrehen. Stefani, qa bëri një gabim. Jetzt dauert alles länger. Ai, e humbi një dalje që duhet të dilnim. Një dalje që duhet të dilnim. Jo, një dalje që duhet mos dilnim. Jo, kuptoj. Edhe sa po të marrim atë daljen, do parkojmë dhe është edhe një resort. Do shkojmë te ai resorti, zemër, ë? Në restorant, është në resort. Po është një resort sepse bën ski, është restorant. Është një restorant me një mundësi të marrë ski. Zara, video boom. Po kthehemi tani dhe këtu ka të paktën 6-7 cm. Bor, vajte me zemë, vajte. Shikoni sa bukur që duken pemët, çdo gjë është e bardhë dhe jemi për sa? Për 1 minutë tek vendi i parkimit. Do bëhemi gati. Fillimisht do shkojmë tek restoranti që të ushqej djalin dhe pastaj do dalim në Borë, të bëjmë pastaj një ecje, të bëjmë foto. Ne po mendonim të bënim dhe ski, por nuk do i bëjmë se s'kemi marrë asgjë me vete. Moreve skia. E harruam të ndisnim kamerën. Që që ajo mbarovi së bëri gati? Ka gju vesha. Gati, do shkojmë fillimisht një herë të pim diçka në restorant, pastaj do dalim. Hajde. Ka rënë shumë Borë, është shumë cute, është pak ftohtë. Mirë po, ne jemi veshur goxha ngrohtë. Dhe po shikoj njerëz që kanë marrë madje dhe varka për të rrëshitur. Nice. Ka goxha Borë këtu njerëz, është shumë cute. Nuk e di nëse do mund të marrim me qëra ndonjë slit, që të bëjmë xhiro me slit. Që n'ka më ftohtë se që mendonja. Në qërja e parë të shkojmë këtu të ky restoranti. Të pim, të ham diçka. Pas kemi edhe zjarë këtu në mes tek lokali, po ne do shkojmë këtu ku ka pamje të bukur jashtë.
Bravo. Gjëja e parë që do bëjmë është të pim diçka të ngrohtë edhe të ham diçka. Pastaj do dalim aty jashtë, të bëjmë foto, të ecim pak dhe pastaj nuk e di çfarë do bëjmë, të shohim. Rëndësi ka që të shijojmë çik borën. Nuk ka pjetër më. Sa po dolëm, bërëm disa foto me djalin dhe tani do ta paketojmë tek kanguri që të dalim të ecim pak. Nuk po bie borë shqyr sepse neve si prindër të rinj kemi haruar që veshja që i kemi vënë djalit nuk është kundra ujit, është kështu leckë, shumë e ngrohtë, por mund të laget. Që tani do ta paketojmë tek kanguri, kemi dhe çadrën. Dhe pastaj jemi okej. Foto do t'i shikoj kur të shkoj te tavolina, inshallah kanë dalë të bukura. Sa të shkoj? Tani do dalim të bëjmë një xhiro. Keni parë budallënj? Jo, nëse jo, ja ku i keni. Sa bukur, dhe këtu jemi komplet vet, kjo këtu është borë që nuk e ka shkelur njëri. Ua, shikoni. Janë paza këtu. Janë paza. Që të këndoj, të dhemdojmë budallik. Nuk e di se që kur koni Charlie u shtrua në borë. Also, ist nicht runtergefallen, oder? Hat das mit Absicht gemacht? Und dann bist du noch 2 Wochen krank, ne? Genau. Sa budalla! Sara do bëj një printim. Am Boden. Ja, dann da ist nicht genug. O bo, ma jep kafe. Dhe do ikim makinë pasaj për zotin. Und? Da ist gar nichts. Nur deine Nase. I can feel my face when I'm with you. I don't laugh. Ich glaube, wir müssen im Auto. Oh, that was so cool. Doli printimi. Yeah, it looks so funny. Nuk Da doli ist die Rodelbahn. printimi. Jo zemra, shumë ftohtë. Ich glaube, wir gehen im Auto, oder? Është ftohtë. Bërëm një xhiro deri atje poshtë. Këtu fëmijët ecin me slita dhe shumë cute të shikosh. Mami me gocën, ose babi me çunin, shumë cute. Dhe pas 1 ose 2 vite do vim të ne këtu me djalin të bëjmë slita. Se jo. Tani besoj që do kthehemi avash në makinë, djali po fle. Unë ju kam thënë që djali do ketë ndonjë rrënjë ande nga vendet nordike, Danimarka. Se sa dolëm në të ftohtë, e zuri gjumi. Në të ngrohtë atje te lokali s'kishte shans. Sa dolëm në të ftohtë dhe është pak ftohtë, shikoni si më është bërhunda. Është shumë bukur këtu dhe nuk është shumë larg nga shtëpia jonë. Edhe si thash me fëmijët mund të vish, mund të bësh edhe skia. Kanë edhe pista për ski, po çka se ata pistat për ski tani po ndërtoheshin me makineri, sepse si duket këto ditë ka rënë borë tamam. Nuk ka pasur më përpara. Tani që po flasë ndjej që goja më ka ngrirë. Besoj avash të shkojmë në makinë tani.
Mirë mëngjes, dita tjetër sot. Gjithmonë vitamina se haroj po si piva në mëngjes, kur s'kam akoma kianin që më trullos. Qa do të thoja që ne ka të bëmë shumë mirë në borë, edhe do më thënë nga eksperienca ime, se nuk jam specialiste kosi dhe gjiza, ku e kam gjurë këtë, nuk e di. Mos I mbani fëmijët vetëm në shtëpi, bebet, vetëm ngrohtë, vetëm me kondicioner, sepse kam lexuar dhe mendoj që kjo është, domethënë pyesni edhe pediatrët tuaj, se mua më ka thënë pediatria ime, që sa më ngrohtë ti mbash dhe sa më të mbrojtur ti mbash, aq më shpejt edhe aq më kollaj do sëmuren. Ne për shembull kianin që e morëm në borë, e veshëm njësoj si çdo visheshim neve, domethënë kishte badin edhe strecet poshtë, badin e kishte pak të ngrohtë, nuk e kishte badi ishte pambuk, po ishte I plot dhe si elastik, edhe tutkat, strecet që t'ishte rehat por, dhe si për I kishim vendosur vetëm këtë gjaketën si pellush. Kur dolëm, domethënë ne dolëm shpejt e bënim foto, edhe aty nuk I vendosëm kapuç, se kishte kapuçin e xhupit, por kur e paketuam që e dinim që do flinte, I veshëm dhe një kapuç, sepse fëmijët normalisht që temperaturën kështu ju del, si ta them termin, po e ndjen nga koka shumë. Dhe prandaj I vendosëm një kapuç dhe pellushin që kishte dhe kaq. Pra, njësoj do isha veshur edhe unë. Një gjë poshtë dhe pellush sipër. Plus që kur e paketojmë këtu në kangur, ka dhe ngrohtësinë e trupit ton. Kështu që sa më ngrohtë ta veshësh, ai do djersisi dhe në momentin që do ketë dhe ftohtë dhe djersi, për shembull që do t'ja heqim bluzën apo pellushin, do ftohet direkt. Kjo është eksperienca ime. Mos e merrni për të mirë qenë, por sa më shumë t'i nxirrni bebat në të ftohtë, në ajër të pastër, aq më mirë do mësohen me të ftohtin, aq më mirë do ta përballojnë të ftohtin kur vërtet për shembull ju duhet të dilni një herë dhe është ftohtë, sepse nëse I mbani vetëm në të ngrohtë dhe dilni një herë të ftohtë, aq e pati. Të paktën kështu më kanë shkruar edhe në Instagram shumë persona. Unë dua shumë që të krijoj sa më shumë kujtime me Kian, me Shtefanin, prandaj kam shumë të rëndësishme që çdo fundjavë të ndërmarrim diçka, nuk ja dalim çdo fundjavë, po përpiqemi që të shkojmë në një vend të ri dhe në vendet që për shembull kur kemi qenë bashkë me Shtefanin thashim që do vim këtu kur të kemi fëmijë. Nuk morëm slit këtë radhë sepse siç thash gabimet e prindërve për herë të parë ne kishim marrë këtë pellushin djalit që nuk ishte kundra ujit dhe kishim hallë që nga bora që binte do lagej. Prandaj ishim të kujdesshëm që të rinte vetëm tek Shtefani, nëse binte pak borë të mbanim çadrën. Kështu që do shkojmë vitin tjetër në janar mbase, ku ai është një vit e 3-4 muaj. Edhe mbase dhe mund të qëndroj vetë në ulur, edhe unë po ashtu do ulem atë dhe let na treqi babi. Kështu që kemi bërë planin për vitin tjetër. Këtë vit nuk do bëjmë slit. Slita ishte ta merrim me qira 8 euro, edhe nuk e di se sa ishte bileta për të bërë ski. Gjithsesi akoma nuk ishte filluar skia, por ai lifti çfarë quhet ajo që treq, që kemi edhe në tajt. Çfarë thon? Teleferiku punonte. Kështu që shumë shpejt besoj që edhe atje do bëhet ski. Në rast se nuk do kemi mundësi për shembull vitin tjetër që të shkojmë në Austri, apo nuk e di ku mund të bëjmë ski vitin tjetër, edhe këtu mund të kalojmë ndonjë 2-3 ditë në mënyrë që mos ta harrojmë të bërit ski. Kështu, çfarë do të tregoj tjetër për ta? Dhe të tregoj që më ka ardhur foto libri I parë me fotot profesionale që kemi bërë për Kian.
Journey print, po ja vle dhe foton këtu sepse e di që do më pyesni. Është shumë e thjeshtë, mund edhe ta shkarkoni, po edhe të futeni në website, edhe ta klikoni direkt nga Google-i. Kjo nuk është një reklam, thjesht po ju them base informacionin para se të ma pyesni ju që t'ju përgjigjem në komente. Edhe zgjidhni fotot të gjitha që doni të printoni për shembull dhe pastaj zgjidhni çfarë cover doni cover të butë, çfarë forme doni, forme gjatë, formë kështu si libër, çfarë doni të shkruani, sa faqe në varësi të numrit të faqeve që do vendosni brenda, është edhe çmimi. Unë këtë radhë albumin e kam bërë vetëm me foto, pa shkruar asnjë lloj gjëje që t'i kishin kujtim këto fotot e para të Shtefanit, po si sa të bukur. Sa i bukur e zemra mamit. Me kemikat. Janë foto shumë të bukura. Po ja u tregoj shpejt tani, Kiani tani është i rritur, kështu që nuk ngjan fare me këto foto që ka qenë këtu. Pak ngjan. Ja, ku janë foto. It's boy. Si sa bukur që e zemra mami. Shikoj. Një beb kaq i bukur, nuk ka punuar fare tek fytyra, sepse Kian e ka pasur deri tani tërkohës fytyrën as të bardhë, si për baby, të butë, të mirë. Këto janë dorët tona. Pastaj hapi syt, u zgjua, mami dhe babi. Ja ku i ka hapur syt dhe këtu lexon Kian ajrik. Shikoni sa bukur. Shikoni çfarë syç ka shika. Si kinez. Këtu ka qenë 3 ditë. Bebe 3 ditë dhe një bebe kaq e bukur. Është akoma shumë e bukur, edhe me këtë kapuçin që dolem nga spitali, shumë e bukur kapuçe. Këtu është data 23, pra data që ka lindur. Edhe kështu. Dhe këtu pastaj kemi osa e bukur, foton tjetër me mamin dhe me babin. Kjo është një ndër fotot e mia të preferuar dhe fotoja tjetër ku më puth Shtefani në bar. Kjo është e preferuara fare. Pra në Journey print thjesht ngarkoni sa foto të doni dhe pastaj zgjidhni librin. Unë zakonisht shkruaj edhe për shembull në udhëtime, sa herë që jemi diku me hart ku kemi qenë, në çfarë date dhe kemi për shembull kur ta shikojmë pas ca vitesh, po kemi qenë këtu, quaj kështu bla bla bla. Kurse këto e bëra të thjeshtë. Dhe tani kam vendosur që çdo 3 mujor do bëj nga një libër të këtillë sepse kam shumë foto të Kianit dhe mund t'i bëni edhe për shembull unë i kam bërë në çdo faqe një foto tani, por ju mund të vendosni 4-5 foto në një faqe, edhe nuk keni pse printoni aq shumë faqe, por printoni gjitha ato foto që doni dhe mendoj që sot është shumë e rëndësishme që kujtimet ti printojnë njerëz, si atëherë që hapnim albumet, mbledheshim të gjithë bashkë, edhe unë do ulem kur ti jemi plakur me Shtefanin aty në tavolinë, edhe do hapim foto, do t'i prekim, telefona nuk e di, ma do t'i kemi deri atëherë ato fotot që na duhen. Kështu që mos u bazoni vetëm tek telefoni, printoni foto, bëni albume. Kjo është nga këshill nga unë, jo se di ndonjë gjë më shumë, por mendoj, imagjinoj që pas shumë vitesh unë do t'i humbas këto foto, ose kur të plakemi, se mund të ndrojmë shumë telefona, mund të na humbi një, të tjedhim në USB, mund të humbi USB-ja, do zhvendosemi nga shtëpia. E shumë gjëra tjera kurse këto kam për të ngelur. Kështu, tani po ikim, jam përgati, sepse kam për të filluar një video tjetër, e cila do publikohet disa ditë më mbrapa. Kiani po fle me Shtefanin, kështu që unë mora kohë edhe mbylla videon e djeshme. Ciao, shihni video të tjera.